Muja shumë konfuze. Absolutisht, praktikisht është të tërhequr për hundë nga ana e zotit Kurti. Dhe si e tërhek zoti Kurti, ta veprojnë, ta zëm, ju nxerr emrin e zonjës Haxhiu, dhe ata bijnë atë Gras. Gras kishte emrin. Se çfarë fitoi opozita që u zgjodh zoti Basha? Cili është dallimi me zotin Basha dhe zonjës Haxhiu? Kjo është e para. E dyta, tash e kishin. Nuk ishte në favorin e opozitës, mos votohet qeveria Pakicës. Ishte në favorin e opozitës të votonin zotin Konjufca dhe zgjedhet mbashin mars, mënyrë që nëse supozojnë se diaspora anon nga vetëvendosja, ta eliminojnë atë vot që anon nga vetëvendosja. Jo. Nuk e votun, pranë në Gras. Edhe kësaj radhën në Komisionin Qendror Zgjedhor, unë pajtoj me agimin, ne nuk jemi duke bërë loj lagjesh. Kjo është politikë. Në pyetje në intereset e shtetit. Ata është dashur të votojnë sipas normave, ligjit, sipas kushtetutës dhe pas votimit të tillë dalin para opinionit dhe ta shpjegojnë dhe të thonë ky është pozicioni yni advetar për hir të Kosovës e bëjmë votim. Jo, nuk jemi me listën serbe. Ata ashtu kështu po i shajnë. Armatës online që janë gjendje gatishmërie. Nëse nuk kanë forcë që në aspektin medial të rrjeteve sociale dhe tjera t'i bëjnë ballë sulmeve të tilla që vinë nga pala tjetër, atëherë duhet pajtohen me humbjen. Shenim, veç një sekundë më. Shteti, respekti ndërsjellë, funksionalizimi institucionet, do më thonë shteti është një mekanizëm i përbam, i ndërlidhën që funksionon, një sektor ndihmon tjetrin dhe kështu funksionon si instrument i lidhën i përbashkët. Nuk mund është ti mu qu me përhap gjuhë të urrejtjes 24 orë, sepse gjuhë e urrejtjes qënë luftë civile. Dhe gjuhë e urrejtjes është vepër penale. Sikur që është, kur ti ka përcejsh edhe Rubikonin e gjuhës të urrejtjes. Ne nuk kemi po ende dikush që është denu për gjuhë të urrejtjes. Aja të qënë luft, kupton e këtë punë. As një instrument, as një institucion, as prokuroria, as departamentet specializume që janë për kontrolin e rrjeteve sociale, teknologjisë digitale. Këto janë ma djeveç një hapi vogël. Hapi i madhë i shpërndarjes luftës hibride në për ato rrjete, Kosova është ma eksponumja, ma e lëndumja, dhe asë një instrument të yni nuk del për para. Ata njerës pavarësisht, a janë bot, a janë shpifun, a janë real, ata e ka një adresë. Teknologjia, qaj që e ka kriju, ja ka lanë edhe një vegës monitorimi. Ata duhet monitorohen, duhet zbulohen, duhet denohen për vepra penale që shpërdojnë. A besoni që ka ndërhyrje të një palë të tretë, le të themi, dy palë këtu, mes nesh dhe një palë tretë që shfrytëzon këtë situatë dhe prodhon, pra shumica e komenteve dhe mund t'jenë të prodhuara nga palë tretë, po supozoj nga jashtë shtetit, nga armisht e shtetit tonë. Që shtojnë dhe na kur grinden dy, i treti me nëzispret aty me hi për me bo damin, edhe na kemi shqyqyr armeq sa dush që me zi presin, edhe është dëshmu në zgjedhjet, shqyqani në zgjedhjet e kaluara, u dëshmu, ishte një raport, dhe më thonë, nëse s'pon kujtot tash nga cili institucion, që tregoj që ka pas ndërhyrje. Ka pas ndërhyrje, dhe më thonë, hibride, themi në zgjedhjet. Dhe na ta shka pëdojmë? Na veç po ja kryojmë terenin, me vetë me dorën tonë, po e qelim se me derën, me hy ato forca që nuk ja dojnë të mirën Kosovës, edhe qka me bo me armitsu me kend, me aliatin ma të madhë, me mikun, me ato që një familje po të ndihmon ende. Për shambull, ti s'ke koha të mi u shpjegu njëzëm i thonë mirëbre, po që lista sërbska e banjska. Po kusht të tregoj, kusht të qiti pamjet, e kusht të ndihmoj me identifiku? Na veta? Na tre liderët në atë kohë i patëm jashtë vetë. Nuk kanë qenë, nga dhe sa, shumë sa. A është e sa? Do më thonë, sa për që kishin ditë
tonë, që ata dhe tregun, shumë e saktë. thanë, nuk e kemi ditë, e tani e morën vesh, jo valla, pas ka qenë situata shumë ma serioze. Edhe halati ki guxim për disa vota ma shumë, edhe për disa vota të kujt, të disa njerëzve të më thonë që asë nuk jetojnë, ndoshta këtu se që nuk e din çka ndodh, jo përbes, unë për vetit kisha qenë politikan, nuk më këshin dasht kur ato vota. Sepse njëri du të me pas një integritet, du të me pas një qmim, du të me pas një vlerë, qka më duhen një shumë sasi votash, nëse unë me ato vota po e rrezikoj të ardhmen e shtetit tem. Sepse du të me kuptu qytetarët. Qare jo, lista sërbska, na gjithë po pajtomi që a është e dirigjume për Serbis, po. A e dënë Kosovën? Jo. A punon për me pengu Kosovën? Po. Po na nuk mundemi me i bo asgjë me fjallë, mundemi me i zhbo, një fakt, po. Na duhet me kujdes për mes ligjeve me i ju që ka të përfshirë kështu nga jashtë, për të prodhu komente nxitse, për të kriju narracion armiqësori, shqiptar natyrisht është një. Unë mendoj që mund të ketë, po edhe nëse janë njën pak. Na jemi ashtë të marrë dhe ashtë budalën një situatat caktume, sa nuk ka nevoj më na bu dëmë kërkush. Na i mjaftojmë vetës sonë. Urrejtja që e mbojmë mranda vetës, është e mjaftushme për me i bo vetës keq dhe njëkohësisht. Mës me i vlerësu pasojat që mundet me i prodhu, që kjo gju. E di u konë një rast njaj shumë si kur kjo, lajmëroj një qytetar në një radio prestigjioze, edhe thoshte mës më lëshu pa, dhe në verit dhe ku duhet, heq korpet, ku jeti, fa unë jetoj në Austria më vjen. Po shumë hira, hajde ka në gjilë ku vjen. Po jo, për te që saj, unë menoj se se cili qytetar, shqiptar, ka drejt me pas mendim, ka drejt me pas vot, ka drejt me pas qëndrim, ka drejt me ka një pakënaqshëm. Veç kush do që më njeh sa do pak. I kisha kërku mitësisht, me ditë, që këto nuk janë veprime patriotike, që kjo nuk është patriotizëm, që kjo gjumë e kallëzon nivelin e poshtërsisë shoqërore në cilën ne mund të bim se vend ndaj njerëzve që na kanë nimu kur kemi qenë buz zhdukjes. Neve, problemet që i kemi në Kosovë, përveç veprime u kriminali që i kanë bo ata në veri, e që kanë mu përbol me pasojat. Krejt tjerat që ka i kemi bo nas si komunitet shqiptar bashk, edhe i kanë bo partit tona politike pe shpallës pavarësis, edhe dhej së Albin Kurti. Nuk ka përveç Banjskës, që u konë sulm ndaj Republikës Kosovës. Nuk ka poze veprim armitësor, matë madhë ndaj Republikës së Kosovës, se sa me lonë vendin 9 muj pa institucione. Këto nuk e ka bo lista serbe, 9 deputet i ka pos, nuk ka mujt më na pengu. Thjesht, na duhet, si e hekum këtë gotë, me hek prej tavoline listën serbe, mjanis mjë kërku llogari të gjithë politikajve, mas pari opozitës. Pse nuk keni strategjit qartë për balla Albin Kurtit? Pse njerëzit e juj nuk e mbrojnë ligjin dhe nuk sillen konform ligjit dhe ta dini që nuk mundet Albin Kurti duke lujt futboll me një gol apo duke lujt basket me një tabel. Për arsye se di, kur ishin fëmijë, ata që ishin